5 maj është një datë e rëndësishme historike për shqiptarët pasi përkujtohen dëshmorët e kombit. Në ditën e dëshmorëve të Dheut, Bashkia e Vlorës zhvilloi ceremoninë e rastit, ku kanë marrë pjesë autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kandidat për deputet, drejtues të institucioneve, policisë së shtetit, pasardhës të veteranëve të luftës antifashiste nacional çrimtare, si dhe familjar të dëshmorëve. Autoritetet më të larta dhe përfaqësues të politikës, mes tyre dhe nënkryetari i Kuvendit të Shqipërisë Bledi Çuçi, kanë vendosur kurora dhe buqeta me lule në lapidarin që përkujton dëshmorët e Dheut, duke u përkulur me nderim dhe respekt. Më pas është nderuar himni i flamurit nga të gjitha autoritetet dhe të pranishmit në ceremoni.
Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha tha se 5 maji është një ditë që nuk tretet, një ditë që nuk harrohet. Dëshmorët vendosën jetën e tyre përballë flakëve të luftës për të ndezur dritën e lirisë që sot e gëzojmë, tha kryebashkiaku. Kjo ditë, sipas Dredhës, është një dëshmi e dashurisë që ata patën për atë dheun. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar. Është një dëshmi e pavdekshme e trimërisë, e flijimit dhe e dashurisë të pakushtëzuar për atë dheun. 5 maj është dita kur kujtojmë jo vetëm dëshmorët e luftës antifashiste nacional çlirimtare, por gjithë ata që në periudha të ndryshme të historisë kanë rënë për të mbrojtur lirinë, pavarësinë, dinjitetin e kombit shqiptar. Në këtë ditë përkujtojmë bijtë dhe bijat më të ndritur të kombit tonë, emrat e të cilëve janë gdhendur për jetë në faqet e historisë dhe në ndërqegjen tonë kombëtare. Le të kujtojmë me nder Qemal Stafën, simbolin e rinisë shqiptare, që ra me një libër në dorë dhe me ëndrrën për një adet të çliruar në tjetrën. Ai dhe mirat të tjerë e deshën Shqipërinë më shumë se jetën e tyre. Dhe këtë dashurit pamat që mbin si një burim i pashtershëm në zemrat shqiptare u shfaq forca më e madhe e këtij populli, fuqia për të sakrifikuar gjithçka, kur në lojë ishte liria e vendit tonë. Historia e Shqipërisë është histori përballjesh, por edhe ngadhmimesh, është histori dhimbje, por edhe shprese. Në çdo gur të kësaj toke ka gjurmë gjaku derdhur për liri. Në çdo mal, në çdo rrugë, në çdo qytet ka një kujtim, një histori, një emër që duhet përmendur me nder. Në çdo cep të këtij vendi toka mban kujtimin e një dëshmori. Në çdo brez që rritet jeton një detyrim i pashkryer të mos harrojmë kurrë çmimin e lirisë. Liria që gëzojmë sot, tha kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha, nuk është e dhënë por e fituar me sakrifica, ndërsa dha edhe një mesazh të qartë se cili ishte pikë synimi dhe dëshira e dëshmorëve. Është borxhi që ne kemi ndaj dëshmorëve që të ndërtojmë një vend më të drejtë, më të bashkuar dhe patjetër më të ndershëm. Të kujtojmë gjithmonë se nuk mjafton të vendosim një lule në lapidar një herë në vit, por të ndjekim shembullin e tyre çdo ditë, me punë, me respekt për njëri tjetrin dhe me dashuri për këtë vend të bekuar. Të dashur motra dhe vëllezër, sot do ndalemi për të kujtuar dëshmorët. Ne nuk flasim vetëm për të shkuarën, ne flasim për të ardhmen, sepse idealet për të cilat ata ranë, drejtësia, barazia, dashuria për atë dheun janë po aq të nevojshme sot sa ishin dhe atëherë. Le të jetë kjo ditë një thirrje për ndërgjegjjen tonë kolektive që sot nderojmë Shqipërinë me dinjitetin e nderit me të cilin ata e mbrojtën dje. Të mos lëm kurrë të shuhet flaka e kujtimit, të mos lodhemi kurrë falënderuari, sepse ata, dhe pse nuk janë më fizikisht mes nesh, janë të gjallë në idealet që mbartin, në lirinë që kemi, në flamurin që valvitet krenar.